Betimi klasik i një çifti se do të jemi bashkë në të mirën e të keq, në sëmundje dhe shëndet, nuk mund të jetë gjithmonë një premtim i mbajtur. Këtë e ka konfirmuar dhe avokati Sajmir Vishaj, i cili dëshpërimisht u shpreh se bashkëshortja e tij e la në momentin më të vështirë të jetës, kur ai u diagnostikua me një sëmundje të rëndë. Pas 30 vitesh martesë, më duhet të jetoj në vetmi, sepse gruaja ime vendosi të ndahet nga unë në momentet e mia më të vështira. Kjo është deklarata që ka bërë Sajmir Vishaj menjëherë pas doli nga gjykata me vendimin e divorcit në dorë. Sipas avokatit, bashkëshortja e braktisi në momentin e tij më të vështirë në jetë. Tashmë, atij duhet të jetojë i vetëm në një shtëpi të madhe. Edhe pse çifti ishin prindër të 2 djemve dhe tashmë ishin bërë edhe gjyshër, kjo nuk e ka penguar as pak bashkëshorten e tij të drejtohet gjykatës për divorc. Por kurioziteti më i madh është se kush është gruaja e avokatit. Burime pranë çiftit bën me dije se ajo është një mjeke e njohur. Doktoresh Silvana Vishaj ka punuar për vite si kirurge, ndërkohë që mësohet se ajo ka edhe një klinikë të saj private. Edhe pse Sajmir Vishaj shprehet se gruaja e braktisi për shkak të problemeve të tij shëndetësore, burime pra mjekes shprehen se kanë qenë të tjera probleme që e kanë çuar çiftin drejt divorcit. Gjithsesi, një gjë duhet pranuar. Ndarja pas 30 vitesh martese nuk do të ishte e lehtë për askënd.